Hartës së Shqipërisë hiqet një nga hotspotet me lëndë dhe mbetje të rrezikshme kimike. Nish uzinë ndajti në Tiranë, sot magazina e tregut të Shumicës pranë rrugës 5 Maj, prej 20 vjetësh shndronin të mbyllura 700 kg cianur, fluorekurit dhe lëndë të tjera të rrezikshme. Ish punonësit e ndërmarrjes Dajti i tregojnë se vazhdimisht kanë kërkuar largimin e kimikateve nga kjo zonë tashmë tregtare. Kjo magazin ka qenë e dhënë me qira, pavarësisht ato ishin në një qoshe të mbyllura hermetikisht. Unë kam shkuar me 10 herë në Ministri të Mbrojtjes, në Mjedis e tjera, mirë po e kishin shumë, do t'i qonë në balës Elbasanit. Pas këqyrjes së vendit dhe kontrollit të zonës, ekspertë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe asaj të Mjedisit kanë bërë largimin e cianurit dhe kimikateve të tjera. Janë marrë masat në këtë bashkëpunim për pastrimin e këtij hotspotit, 700 kg cianur, lëndë kimike elmuse, dhe do të shkoj në ish ndërmarrjen kimike në Elbasan. Cianuri ishte paketuar me erët, ndërsa kripra dhe fluoriekurit janë hedhur në kuti plastike. Siç duket edhe nga pamjet, ekspertët kanë punuar me veshje dhe maska specifike në një zonë të rrethuar prej disa metra shkatror. Fare pranë zonës, ashtu si çdo ditë, dhjetra tregtarë dhe blerës lëviznin lirshëm në zonë. 700 kg e mbetjeve të dëmshme u vendosën në ish uzinën e lëndëve kimike në Elbasan.